Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua në video pak më amatore, do me thënë sonte patëm hyrjen e 10 banorëve deri më tani. 10 personazhe të ndryshëm, 10 karaktere të ndryshme, 10 natyra të ndryshme, 10 individ që besoj që do të krijojnë dinamika. Më pëlqen përzgjedhja që e kanë bërë, ndoshta është shumë herët për të vendosur luftën brenda shtëpisë. E shoh Hygertën që dëshiron të merr pozicionin kryesor, duke qenë një urdhëruese drejt banorëve të tjerë, por për shembull e shoh dhe Oltën dhe Leonorën që kanë filluar pak me kacafytje. Leonorën e shikoj pak më stabile, më të qëndrueshme, më në pikpyetje me atë se çfarë do të thotë, ndërsa Oltën e shoh pak më të guximshme dhe më luftarake rreth lojës që po komenton, ndërsa banorët janë krejtësisht karaktere të ndryshme. Shoh një shkodran i cili besoj që do t'i ndryshoj rrjedhojën e lojës dhe mendoj që do të jetë një imitim i Luisit. Do ta ndjekim vazhdim.